Një luftë civile e veçantë se kush ka e përsi në Gaza duket se ka shpërthyer në rajon pas marrëveshjes për planin Trump me Hamasin që lufton me 4 fraksione kryesore për pushtet. Sipas mediave ndërkombëtare, pas post ndaj planit Trump, ai ka vendosur grupet armatosura në Gaza, të cilët nuk hezitojnë të kryejnë edhe ekzekutime publike në mes të rrugës, duke pretenduar se ata që ekzekutohen janë bashkëpunëtorë të Izraelit. Në kampin kundërshtar ka të paktën 4 fraksione, disa prej cilave duket se mbështeten nga Izraeli. Një viktime për leshjeve ishte ndër të tjerë gazetari Saleh al-Yafarai, i njohur në mediat palestineze si Fafo, i cili sipas Al Jazeera u vra në Gaza nga zjarri i një grupi të mbështetur nga Izraeli. 4 fraksionet në pushtet në Gaza. E para nga fraksionet që thuhet se po përplaset me Hamasin është milicia Forca Popullore që vepron në jug, e udhëhequr nga Yasser Abu Shabab. Shabab thuhet se ka rekrutuar qindra luftëtarë në milicinë e saj duke ofruar paga tërheqëse me forcat popullore që numërojnë rreth 400 burra. Shabab thuhet gjithashtu se mbështetet nga Izraeli me zyrtar të OKB-s që i than Washington Post se grupi i saj ka përfituar nga furnizimi me armë nga shteti izraelit për të rezistuar Hamasit. Shababi mohon këto akuza duke i quajtur ato propaganda Hamasit. Grupi duket se e ka zgjeruar kontrollin e tij përtej qytetit jugor të Rafah, duke policuar zonat nën kontrollin ushtarak izraelit. Fraksioni Dokmosh konsiderohet gjithashtu një grup i fuqishëm i armatosur me udhëheqësin e tij Mumcat Dokmosh, i cili dikur ka deklaruar besnikëri ndaj shtetit islamik. Ai më parë ishte një antar kryesor i grupit Ushtria e Islamit që ndihmoi Hamasin të rrëmbente ushtarin izraelit Gilad Salih në vitin 2006, përmes të cilit organizata terroriste palestineze arriti lirimin e arkitektit të sulmit të 7 tetorit Yahya Sinvar. Edhe pse Dokmosh nuk është parë që nga fillimi i luftës me Izraelin, njerëzit e tij janë përleshur vazhdimisht me Hamasin me të paktën 27 viktima vetëm fundjavën e kaluar. Vdekja e Al-Yafaravit i atribuohet gjithashtu përleshjeve midis grupit të tij dhe personave të armatosur të Hamasit. Poli i tretë në luftën civile konsiderohet të jetë fraksioni Al-Mayaida, i cili është aktiv në pjesën jugore të Gazës, konkretisht në Khan Yunis. Në fillim të tetorit njerëz të Hamasit sulmuan antarët e këtij fraksioni duke rezultuar në disa vdekje. Udhëheqësi Al-Mayaida konsiderohet të jetë Hussam al-Astal, i cili është akuzuar në të kaluarën se mbështetet nga Izraeli, me mediat izraelite që e lidhin ato me forcat e Al-Shabab, diçka që ai e mohon. Siç raportohet nga Izraeli, Al-Astal e ka paraqitur veten si shpëtimtar nga Hamasi, duke pretenduar se rezistenca në Gaza do të përmbys luftëtarët e Hamasit përgjithmonë. Megjithatë, të hënën, kreu i fraksionit Al-Mayaida shprehu mbështetjen e tij për lëvizjen e Hamasit për të vendosur ligj dhe rend në Gaza. Nga natyre Hellis kontrollojnë pjesë të periferisë shëjajat qytetit Gazës me udhëheqësin e saj. Rami Hellis, i cili ka bashkuar forcat me një fraksion lokal të udhëhequr nga Ahmet Judea për të marrë kontrollin e zonave që janë ende nën kontrollin ushtarak Izraelit. Hellis janë përleshur vazhdimisht me Hamasin që kur grupi mori kontrollin e rripit Gazës në vitin 2007, me grupin e Hellis që është politikisht i lidhur me partinë Fatah që aktualisht qeveris bregun perëndimor. Edhe pse Hellis janë aktiv në zonat e pushtuara nga izraelitët, mbetet e paqartë nëse ata ishin një nga fraksionet lokale që Tel Avivi mbështetin në luftën kundër Hamasit.